Suksesi i shqiptarit këtu në Kili me dyqanin Albania. Zotria, përshëndetje. Si je? Mirë, Si je gjej? Se erdhe këtu te Albania, Chile. Albania në Qili, ha? Ua, shikoj edhe kratë këtu. Po i kemi bërë me ndjasu pak me Shqiponja. Hajde frutin pak mrenda? Hajde bujrëm. Ja. Dyqanë këtu, si bjen dyqanë me rroba të? Përdor, me kryesisht kemi edhe rroba të reja. Po? Kjo është njëri nga dyqanet tona, këtu jemi në Qian të Kilit. Në Qian të Kilit? Po, kemi në disa qytete të Kilit, në Rancagua, Concepcion, Temuco, janë 6 pika me emrin Albania, kemi 10 pika të dyqaneve në gjithsejnë total në Kilit. Kjo është njëri nga dyqanet. Njëri nga dyqanet, sa i madh. Këtë lloj mënyre i kemi organizuar. Shumë bukur. Sa punëtorë ke këtu? Këtu te ky dyqan punojnë 30 veta. 30 veta. 4 nga ato janë shqiptar. Menaxherat i kemi gjithmonë shqiptar, janë shqiptarë që menaxherët, ha? Nga Shqipëria, familjarë tonët, shokë tonët që kemi njohur. Ku i merren këto rroba zakonisht? Rrobat i importojmë nga Europa, gjitha janë import nga Europa. Kemi për femra, për meshkuj, për fëmijë, kemi kputç nga gjitha llojet, Ndryshme. Shumë bukur. Cilësia e rrobave është e përdorur për cilësia më e lartë e rrobave që ndodhet në Europë, vetëm ato importojmë dhe punojmë vetëm me atë lloj cilësie. Alshoni muzikë shqip të shpesh? Shpesh, se e ngjojmë edhe vetë dhe duke ngjuar muzikë shqip na i bën më shumë e dëshira me punu. Punojmë më të gëzuar, më të lumtur. Me plot dashuria. Po ja na mësoj edhe klientat me këngë shqiptare. Apo? Po, për zotin. I kanë qejf, thotë nga janë këto këngë. Tre nga je? Jam nga Dibra, në fshati Greshdan i Dibras. Si quheni? Gerald Osmani. Gerald Osmani. Falë, sa vjeçar je? Jam 34 vjeç. Se sa vit je në Kili? Go bëj gati 10 vite. 10 vite? Po, 10 vite, po bëj tani mbas një muaj bëj 10 vite në Kili. E si erdhi djali i ri nga Shqipëria në Kili? Nga Shqipëria në Kili, duke punu për një kompani gjermane në Tiranë, që merreshte me tregtinë e rrobave të përdorura, për punoja me një dyqan atje në Tiranë. Ata ishin kompani që kishin ndërkombëtare, që kishin dyqane edhe në Kili. Pasi kisha studiu informatikë ekonomike dhe punoja si ekonomist atje, por me ardhë për punë sistemi edhe me bë audit të brendshëm në Kili, sepse kishin disa probleme në Kili, ose doni një person si puna ime në Kili, erdha dhe më sollën ata më saktë në Kili, erdha për një periudhë vogël, për të ardhur 3 muaj ose 6 muaj, edhe kemi 10 vite këtu. Punova për ata 5 vite, pas pandemisë, nga 2021 që kemi hapur biznesin tonë. Gjatë pandemisë, ose në periudhën e pandemisë, te kompania ku unë punoja, filluan duke i mbyll dyqanet si në gjithë botën, sepse ishte pandemi edhe pronari që kisha, te puna që kisha, te kompania që kisha, u detyruan që të largojnë disa punëtorë edhe një prej tyre isha edhe unë me marrëveshje, po me pronarin që kisha, vendosëm që të largoja. Dhe unë kisha dëshirë të kthehesha në Shqipëri në atë kohë, ose të bëja diçka sepse kisha ngulitur në kokë që do bëj diçka edhe për veten, pasi këtu kisha marrë eksperiencë goxha të mjaftueshme, plus edhe kisha të ardhurat e mia që kisha mbledhur gjatë 5 viteve, se punova gati 5 vite për atë kompaninë në Kili, duke qenë si drejtor financash, plus që kisha dëshirë edhe të kthesha në Shqipëri. U ktheva në Shqipëri, bile mendova që të hap një dyqan në Shqipëri dhe hapa një dyqan në Shqipëri në kohën e pandemisë, te rruga Vasil Shamta, një dyqan në Tiranë. Po hapa një dyqan atje, bëra shumë bukur, por nuk isha aq i kënaqur me atë që unë kisha kërkuar dhe me atë që unë isha mësuar të fitoja. Dhe me thonë, të ardhurat që fitoja nga i dyqan ishin më të vogla nga unë që pretendoja, dhe e dija që në Kili të ofronte mundësi për biznes të mëdha, të paktën në fushën ku unë po operoj tani në tregun e rrobave të përdorura, edhe u ktheva në Kili përsëri me hap një biznes për me importu direkt nga Europa rroba të përdorura me shumë, sepse në atë periudhë post pandemisht këtu në Kili kishte mungesë produktesh të rrobave të përdorura dhe kush rrezikonte në atë kohë, unë e shifja që do dali fituar. Do me thonë, jo vetëm kush rrezikonte, sepse përveç rrezikut duhet edhe i çik fat, por të dyja bashkë të ndërlidhura dhe me ndihmën e Zotit, sepse të shkojnë gjithë gjërat siç na shkojnë. Edhe produktet që ne siguruam dolën të mira, kërkesa shumë e lartë për ato produkte në Kili në atë kohë, na bëri që çdo kontenjer që sillnim ne me rroba të përdorura, t'i shisnim në mënyrë shumë të shpejtë në atë kohë. Çdo kontenjer që vinte u shiste i gjithi për disa muaj me radhë, kështu që i dyfishuam kontejnerat, filluam të hapim dyqanet, sepse gjithmonë në biznes ti do të kërkosh risi që kur diçka nuk shkon do të shofësh një zgjidhje tjetër. Hapëm një dyqan në Concepcion, hapëm pastaj një dyqan në Temuco. Por atje kur e hapëm në Temuco, kishim edhe dëshirë bashkë me Indritin, sepse jam
bashkë me një shok, kur e kemi nis biznesin, e kemi nisur bashkë me një shok që unë e kam pas shok të vjetër, Indrit Kamberi, edhe ai nga Dibra. Puna e marr. Hola, adelante. ¿Bolsita tiene o agrega, señorita? Si po shkon puna? Mirë? Mirë, çfarë bën aty? Po lodhni? Lova jo. Ju po lodhni, ju po punoni. Me Indritin jemi njoft në shkollën e mesme. Kemi 20 vite miqësi me Indritin. Vitin e parë kur unë punova te kompania e gjermane që po punoja, me thënë drejtën u mërzitesha shumë sepse isha i vetmi shqiptar. Nuk isha një shok, vetëm me turq ose me njerëz të tjerë, edhe ajo që mungonte më shumë ishte që kisha shoqërinë time të paktën se familjen larg si gjithë njerëzit në Kurbet. Punonim te ajo kompania bashkë me Indritin. Pastaj unë u shkëputa, Indriti vazhdoi të punonte. Kur hapëm këtë biznesin tjetër, aty u shkëput edhe Indriti pastaj që hapëm për veten tonë dhe kishim planet tona që fillojmë biznesin me shumicë. Arditi është kushiri im çuni Dajas edhe gjithë i trasim Dajas, është më i madhi nga ne këtu. Përshëndetje, shike. Përshëndetje. Ai na bën remodelimin për shembull këtë dyqanin kur e marrim ne në fillim që kur i marrim me qirat, i bën gjithë ndryshimin, domethënë ki e menaxhon gjithë këtë punën e remodelimeve të gjithë dyqaneve Albania këtu në Kili. Domethënë merita ti. Për merit ti, këtë dyqanin për 2 javë kemi hapur që nga koha kur e kemi marrë me qirat, brenda 2 javëve për merit të ti. Bravo. Punëtor, shqiptar punëtor. Të gjitha dyqanet Albania Bravo. ki rimodelon. Bravo, shumë bukur. Kur e hapët dyqanin e parë edhe si vendosë me lënë emrin Albania këtu në Kili? Dyqani i parë ka një histori bezeqme për emrin, sepse gjithmonë ne bashkë me Indriti kishim menduar që kur e hapëm fillim magazinën të vëmë një logo me shqiponjë ose të bëjmë diçka për Shqipërinë, se këtu ai fakti që njerëzit nuk e njihnin Shqipërinë shumë vetë, ne thonim paktën të bëjmë diçka që njerëzit ta njohim edhe kishim më shumë te logoja. Pastaj vendosim që do hapim një dyqan, po si do ja vëmë emrin, se do ishte një emër edhe rrugës duke shkuar se dyqani i parë ka qenë në Temuko në jug, rrugës duke ikur për të marrë dyqanin pasi kishim bërë marrëveshjen, po vendosim për emrin do bëjmë diçka me Shqipërinë, Shqiponja, një gjë e tillë, pastaj i thashin drejt, pse mos ja vëmë thjesht Albania. Vetëm Albania, as dyqanet Albania, as tjetër Albania, as shop. Se sa do ne të bëjmë diçka nga patriotizmi. Ço kjo punëtore me Po krahas. gjithë punëtorët e kanë atë. E kanë, ha? E kemi menduar që të vëmë diçka me Shqiponjën që tjetë edhe ato kratë sa me identifiku. Normalisht jetë se kuptojmë, po ne që jemi shqiptar. Edhe njerëzit shqiptarët kur ta dëgjojnë se ka një Albania në Kili, do ketë nga ato njerëz që do kënaqen, do i tregojnë interes. Se dyqanin po e hapim, pse ti vëmë një emër që s'ka lidhje fare me ne. Ne jemi shqiptar. Emri dyqanit Albania ku ka më bukur edhe. Gjë më e bukur që kemi bë për këtë dyqan është emri që kemi vendosur. Këto punëtore, të ke punëtore, të disa. Këta janë disa nga punëtore që ne kemi mësuar të bëjmë shqiponjën, a vet? Así es, mira. ¿Cómo así que tierra? Pero mira, tú tienes esto? Që tjetra mësoj kjo. Sa bukur. Ai. Sa dyqane keni deri tash? Deri tani kemi 10 pika. 6 nga dyqanet e kanë emrin Albania. Edhe janë në 5 qytete të ndryshme, në Santiago, Rancagua, Chillán, Concepción edhe Temuco. Në Temuco kemi 3 dyqane në Albania. Edhe dyqani i parë cilin vit ka qenë? Në Temuco, Në cilin vit? në vitin 2021. Edhe deri me 2025 e keni afër 10 dyqane. Wow. Po, ka dash Zoti që kemi ecur me një shpejtësi, jemi rritur me një shpejtësi të madhe, sipas mendimit tim. Kjo edhe për punën që kemi bërë, kemi punuar shumë për këtë, po edhe shansi, fati, jemi munduar gjithmonë që të punojmë me drejtësi, çdo gjë ta fitojmë me djers, çdo punë kemi me djers, me mund. Gjithë dyqanet ne nuk mund t'i menaxhojmë vetëm, kemi menaxher, kemi sjell të afërmit ton, familjarët ton. Edhe shok ose njerëz të njohur që nuk janë familjarët tonë, që janë menaxher dyqanesh, por edhe fal atyre, sepse të gjithë na kanë qelluar njerëz edhe punëtor që na kanë ndihmuar që të rritemi në këtë shpejtësi dhe që çdo gjë të shkojë mirë siç ka shkuar deri tani.
Sa punëtor përgjithsisht i keni? Në moment që po flasim 130-140 punëtor. Edhe në përqind jetëm 30 janë shqiptar. 30 janë shqiptar. 20-30 shqiptar. Wow. Në çdo dyqan nga 2-3 veta janë shqiptar. Kush e menaxhon këtë vend këtu në Për shembull këtu në këtë dyqanin që jemi është Arditi nga Rogozhina, që është atje. Arditi? Hajde, hajde pak. Përshëndetje. Përshëndetje, si je? Kemi një shok të përbashkët në Gëzimi, që na ka sugjeruar Arditin dhe të njëjtën gjë i ka bërë edhe Arditi. Ja, me ka sugjeruar vit në Kili. Për nga je? Unë jam nga Rogozhina, kam 9 muaj që jetoj këtu. Kushi? Ardit Xhasana. Si po duket Kili? Kili Mjaft mirë, jam mundu të përshtatëm me ndihmën e Geraldit i ndritit çunave, jemi përshtat pak më shpejt. Shumë bukur. A je me familje këtu? Po, jetojmë bashkë me nusën dhe vajta nga Arë. Bukur. Largat dhejot, ha? Larg. E jarë që na në muaj, si e këtu në Shqipëri akoma. Jo. Parimisht erdhëm si për një ndryshim, për më mirë, edhe këtu kemi gjetë shumë mirë, puna është shumë e mirë, stafi që na përgatiti ishte super fare, gjetëm lehtësira, mundësi më të lehtë për të mësuar punën, gjuhën, kulturën. Tani jemi drejt rrugës për menaxher dyqani Geraldi, me besimin e Geraldit dhe Indritit jemi. Jo drejt rrugës, tani është menaxher se këtë dyqanin pothuajse Arditi dhe e shoqja Arditit e menaxhojnë. Gjithë këto që vinë nuk është se do rinë këtu gjithë jetën, por sa të kenë ato mundësinë, mund të rinë 1 vit, 2 vite, 3 vite, nuk është se njerëzit edhe paragjykojnë kanë ikur nga Shqipëria, por nuk është se kanë lënë Shqipërinë, ato do të vinë kohë edhe unë vetë, në gjithë mendjen e kemi që do kthehemi një ditë në Shqipëri. Parë diçka në fillim, diçka ngjashme me shqiptarët me këta kilinezët, si e thëmë. Mikpritja, janë njerëz të afrueshëm, nuk janë njerëz tot. Ushqimin? Vazhdojmë ushqimin tradicional shqiptar, gatoj shtëpi. E këtë na jo njëra, se koma si mësuar. Bukur, faleminderit, suksese, pashi parë. Po paravetësisht sa shkon rroga këtu në fillim, për shembull, nëse vjen ideale vajzë për Shqipëri. Po shqiptarët që vinë rroga tu shkojnë afër 2000 euro, po pastaj me kalimin e kohës edhe mund të rriten sepse shqiptarët normal janë menaxhera që punojnë këtu, sepse shitset që punojnë që janë të vendit marrin 600 edhe ose më shumë 600-700 varet nga dyqani dhe pozicioni. Kurse shqiptarët minimumi fillojnë me 1500-2000 euro, por pastaj pasi mësojnë punën, mësojnë gjuhën, kanë mundësi edhe të rriten edhe ekonomikisht më shumë. Orari i dyqanit për shembull këtu nga ora 9:30 deri në orën 10 punon, por me që janë 2 ose 3 menaxhera mund të kombinohen. Varet ka dyqan që mund të rri një person nga hapja deri në mbyllje, mund të punojë 1 orë shtesë, por kjo llogaritet si ekstra, por normalisht 8 orë të punës nga e hëna në të shtunë. Shqipëria shkon shpesh? Tani vitet e fundit, pjesën më të madhe të vitit e kaloj në Shqipëri. Domethënë në shkurt kam nga Shqipëria në prill do iki përsëri, edhe për shkak të punës, sepse importet i bëjmë nga Europa, edhe gjithmonë më duhet që kur vjen sezoni i ri ose porosit që bëjmë të jem atje, kryesisht në Itali ose vendet që ne importojmë. Dhe me që Shqipëria është afër, edhe kam prindërit atje, familja, plus që më pëlqen atje sidomos në verë të jem gjithmonë në Shqipëri. Tani kam mundësi që pjesën më të madhe të vitit ta kaloj në Shqipëri. Si mund të gjejnë, si mund të kontaktojnë juve për më? Të më kontaktojnë direkt në Instagram, TikTok ose të shkruajnë te Albania Bisposh Chile, aty ne i shohim gjitha mesazhet. Sidomos po erdh një mesazh nga Shqipëria, patjetër. Okej, shumë bukur, faleminderit.